Ajo mendoi se ishte një djalë fshati analfabet, derisa zbuloi të vërtetën. Era e mëngjesit frynte lehtë mbi fushat e gjera me grur që shtriheshin si një det i artë në horizont. Fshati ishte i vogël, i heshtur, me shtëpi të ulta prej guri dhe çati të vjetra që mbanin mbi supe histori brezash. Atje ku koha dukej sigurecte më ngadal, ku njerëzit njihnin njëri tjetrin me emër dhe ku lajmet përhapeshin më shpejt se era. Jetonte ai djali që të gjithë e quanin i padituri. Quhej Ardi. Ardi punonte në fermën e gjyshit të tij, një tokë e trashëguar prej 3 brezash. Çdo mëngjes zgjohej para lindjes së diellit, merrte kovën, kontrollonte bagëtin, u iste pemët dhe pastronte stalla. Nuk fliste shumë. Shpesh mbante kokën ulur me kapele kashte mbi sy dhe përgjigjej me fjalë të shkurtra. Shumë prej banorëve mendonin se ai nuk ishte shkuar kurrë në shkollë. Djali thjesht, thoshin disa. Pa shkollë, pa horizont, shtonin të tjerë. Askush nuk e dinte se sa shumë gaboheshin. Elira erdhi në fshat një pasdite vere, me një makinë të bardhë që shkëlqente në diell. Ishte e veshur me rroba elegante, syze diellit të mëdha dhe me një qëndrim që tregonte se ishte mësuar me jetën e qytetit. Ajo ishte vajza e një biznesmeni të njohur në Tiranë, e dërguar në fshat për të menaxhuar një projekt të ri agroturizmi që familja e saj po planifikonte të ndërtonte. Kur zbriti nga makina dhe hodhi syt rreth e rrotull, fytyra e saj tregoi një përzierje habie dhe mosbesimi. Këtu përshpëriti ajo. Këtu do ndërtojmë resortin. I ati kishte bler një pjesë të madhe toke në periferi të fshatit. Projekti ishte ambicioz, vila luksoze, restorant panoramik, pishin, aktivitete tradicionale. Por për ta realizuar, duhej bashkëpunim me fermerët vendas. Dhe një nga ata fermer ishte Ardi. Takimi i parë mes tyre ndodhi prangardhit prej druri që ndante tokën e familjes së Ardit me parcelën e bler nga biznesmeni. Elira po bënte foto me telefon, duke diskutuar me arkitektin në linjë video, kur një zë i qetë ndërpreu. Po e shkelni vadën e ujit. Ajo u kthye me nervozizëm. Para saj qëndronte Ardi, me duart e mbuluara me dhe me një shikim të thellë, por të qetë. Çfarë, tha ajo? Kanali i ujit. Nëse e bllokoni, toka thahet. Elira ngriti vetullat. Mos u shqetëso. Ne do ta rregullojmë gjithçka. Kemi ekspert për këtë punë. Ardi e pa për disa sekonda, pastaj tha me ton të qetë. Ekspertët ndonjëherë harrojnë se uji ndjek gravitetin, jo planet në letër. Ajo qeshi me përçmim. Ti je fermer, apo jo? Po. Atëherë lëri gjëra teknike profesionistëve. Ai nuk u përgjigj, thjesht u kthye dhe u largua. Elira tundi kokën. Tipik, murmuriti. Fshatar që mendon se di gjithçka. Ditët kaluan dhe ndërtimi nisi. Makinerit erdhën, toka u gërmua, pemë u pren. Ardi vazhdonte punën e tij si zakonisht, por shpesh ndalej dhe shikonte nga larg. Një javë më vonë ndodhi ajo që ai kishte paralajmëruar. Pas një shiu të fortë nate, uji përmbyti një pjesë të madhe të kantierit. Kanali i vaditjes ishte devijuar gabim, dhe balta kishte mbuluar themelet e para të vilave. Elira erdhi me çizme të bardha që u bën me njëherë kafe nga balta. Ishte e zemëruar. Si është e mundur kjo, bërtiti ndaj inxhinierëve. Ardi po kalonte aty pranë me një karrocë me san. Ai ndaloi. Uji ndjek gravitetin, tha qetë. Elira e pa me sy të ndezur. Mos u gëzo. Nuk po gëzohem. Thjesht po them se kanali duhet kthyer në drejtimin e vjetër, me pjerësi 3-5 gradë. Përndryshe, përmbytja do përsëritet. Inxhinieri u kthye i habitur. Si e di për pjerësinë? Ardi ngriti supet. E kam matur. Me çfarë, pyeti Elira me ironi. Me shkop. Ai e pa drejt në sy. Me nivel lazer. Heshtje. Elira qeshi me zë të lartë. Ti. Me nivel lazer. Mos më thuaj që ke laborator në stall. Ardi nuk tha asgjë, por sytë e tij nuk ishin as pak të paditur. Mbrëmjen e asaj dite, Elira qëndroi në shtëpinë e vjetër që familja e saj kishte marrë me qira. Ishte e lodhur, e irrituar dhe e zhgënjyer. Projekti po niste me probleme dhe ajo nuk donte të dukej e paaft para babait. Teksa shfletonte dokumentet, vuri re një gjë të çuditshme. Një email nga një firmë ndërkombëtare konsulence financiare, e cila kishte investuar në tokat përreth. Emri një prej aksionerëve kryesore e bëri të ngrinte vetullat. Dervishi. Ajo mendoi për një moment. Dervishi si mbiemri i Ardit. Rastësi, tha me vete. Por kur klikoi profilin e investitorit, zemra i rahu më shpejt.
investitor privat me bazë në Zvicër, portofol teknologjik dhe agrobiznes, identitet i mbrojtur. Ajo e mbylli laptopin me nervozizëm. Nuk kishte lidhje. Nuk mund të kishte. Ardi ishte një djalë fshati, me çizme të baltosura dhe kapele kashte. Apo jo? Të nesërmen, Elira vendosi të bënte një shëtitje në përfshat për të kuptuar më mirë komunitetin. Kaloi pranë fermës së Ardit dhe pa dashje vuri re diçka që nuk përputhe me imazhin që kishte krijuar. Në një cep të oborrit, pas një dere metalike të mbyllur, ndodhe një ndërtesë e vogël moderne, me dritare të errëta dhe panele diellore në qati. Ajo u afrua. Në derë ishte një brave elektronike. Çfarë dreqin, pëshpëriti. Papritur, dera u hap nga brenda. Ardi doli, këtë herë pa kapele. Flokët i binin lehtë mbi ballë dhe në duar mbante një tablet. Sytë e tyre u takuan. Po kërkoni diçka, pyeti ai qetë. Elira u përpoq të ruante tonin. Çfarë është kjo? Magazin. Me brave elektronike. Ai buzëqeshi lehtë. Siguria është e rëndësishme. Ajo hodhi një hap më afër. Çfarë fshihni këtu? Ardi e pa për disa sekonda. Pastaj u kthye dhe tha. Nëse doni të dini, hyni. Elira hezitoi, por kureshtja ishte më e fortë se krenaria. Ajo hyri, dhe ajo që pa brenda i ndryshoi gjithçka. Në vend të veglave bujqësore, aty kishte ekrane të mëdhenj, server të vegjël, tabela me formula matematikore, grafiqe financiare në kohë reale dhe modele 3D të sistemeve të ujitjes inteligjente. Në mur ishte një diplomë e kornizuar. Massachusetts Institute of Technology. Emri, Ardi Dervishi. Elira u zbe. Ti ke studiuar në ETA. Ai mbylli derën pas saj. Po. Por ti je fermer. Po. Ajo e pa e hutuar. Ti je. Ai e ndërpreu me qetësi. Një fermer që investon në teknologji bujqësore. Një djalë fshati që zotëron 40 i të tokave përreth. Dhe, sipas disa revistave financiare, një nga investitorët më të rinj anonim në Evropë. Heshtje. Elira ndjeu sikur toka po i lëkundej nën këmbë. Pse arriti të thoshte? Pse çfarë? Pse jeton kështu? Pse lejon që të gjithë të mendojnë se je analfabet? Ardi e pa drejt në sy, sepse njerëzit tregojnë fytyrën e tyre të vërtet kur mendojnë se ti nuk je kërcënim. Sytë e Elirës u mbushën me një përzierje turpi dhe habie. Ajo kishte qenë një prej tyre. Dhe për herë të parë e kuptoi se djali me çizme të baltosura ishte shumë më tepër se sa kishte imagjinuar. Por ajo ende nuk e dinte gjysmën e së vërtetës. Sekreti që fshati nuk duhej ta dinë. Elira qëndronte ende në mes të dhomës moderne, me sytë të ngulur te diploma në mur dhe te ekrane që shfaqnin grafiqe të gjalla financiare. Zhurma e lehtë e serverëve krijonte një ndjesi që nuk kishte asgjë të përbashkët me stallat dhe aromën e sanës jashtë. Ajo e pa Ardin me një shikim krejt ndryshe. Ti je investitori anonim. Dervishi, zëri i saj mezi doli. Ardi nuk u përgjigj me njëherë. Ai vendosi tabletin mbi tavolinë dhe kryqëzoi krahët. Po, një fjalë e thjeshtë, por për Elirën ajo fjalë rrëzoi çdo paragjykim që kishte ndërtuar. Por pse askush nuk e di, pyeti ajo. Sepse nuk kam nevojë që ta din. Ai e tha pa arrogancë. Thjesht si fakt. Elira ul ngadalë në një karrige metalike pranë tavolinës. Në ekranin përballë saj shfaqej projekti i resortit, por jo si në planet e saj. Versioni që shihte ishte shumë më i detajuar. Sisteme të mençura vaditjeje, analiza të tokës, projeksione të të ardhurave. Madje edhe një model ekonomik alternativ që dukej më fitimprurës. Ti ke analizuar projektin ton, ajo ngriti syt. Që nga dita kur makinerit hynë në tokë, tha ai. Apo më spionon. Ardi buzëqeshi lehtë. Po mbroj investimin tim. Ajo u hutua. Investimin tënd. Toka është e babait tim. Ai lëvizi një grafik në ekran. Babai yt bleu 30 të zonës. Pjesa tjetër është e fermerëve vendas. Dhe 60 i atyre tokave janë të mia. Heshtje. Elira ndjeu një val të ftohtë në shpinë. Kjo do të thotë që projekti ynë varet nga ti. Po. Ai nuk e ngriti zërin. Nuk u mbur. Thjesht konfirmoi realitetin. Në atë moment Elira kuptoi diçka të rëndësishme. Ajo nuk kishte ardhur në fshat si shpëtimtare apo zhvilluese. Ajo kishte hyrë në territorin e dikujt që kishte qenë disa hapa përpara. Pse nuk e the që në fillim? Ajo pyeti me një ton më të butë.
sepse doja të shihja si do silleshit me njerëzit këtu. Fjalët e tij goditën më fort se çdo akuzë. Elira kujtoi mënyrën si kishte folur me të, me përçmim, me arrogancë, si me dikë që nuk kuptonte asgjë, dhe ajo guxoi të pyeste. Ardhi e pa drejt, ja mende duke vendosur. Jashtë fshati duke i qetë. Askush nuk e dinte se brenda asaj ndërtese të vogël po zhvillohej një bisedë që mund të ndryshonte të ardhmen e gjithë zonës. Ti e gjeni, tha Elira me një gjysmë buzëqeshje nervoze. Jo, thjesht kam pasur mundësi. Eta nuk është thjesht mundësi. Ai heshti për një moment. Kam fituar bursë. Kam ndërtuar një algoritëm për optimizimin e prodhimit bujqësor. Një kompani zvicerane e bleu patentën. Me ato para, bleva tokën që bankat donin t'ua merrnin fermerëve. Elira e pa me admirim të papritur. Pra ti nuk je vetëm milioner, je duke mbrojtur fshatin. Po mbroj shtëpinë time. Ajo u ngrit dhe u afrua te tabela me formula. Ishin modele ekonomike, por edhe plane sociale. Shkollë teknologjie për fëmijët e fshatit, qendër trajnimi për fermerët, laborator për energji të rinovueshme. Këto janë plane zhvillimi, pyeti ajo. Po, por jo me vila luksoze që shkatërrojnë kanalet e ujit. Ajo ndjeu turpin t'i ngjitej në faqe. Ne nuk donim të shkatëronim asgjë. E di, por ndonjëherë njerëzit e qytetit mendojnë se zhvillimi do të thotë beton. Ai e tha pa mlef, por me një të vërtetë të thellë. Elira mori frym thellë. Çfarë do nga ne? Ardhi e pa me qetësi. Partneritet, jo pushtim. Ajo heshti. Projekti juaj mund të funksionojë, vazhdoi ai, por duhet të jetë i qëndrueshëm, me energji diellore, me sisteme inteligjente vaditjeje, me përfshirje të fermerëve si aksioner, jo si punëtor. Sytë e saj u hapën. Ti ke menduar për gjithçka. Që para se të vini ju. Një tension i ri, i ndryshëm nga ai më parshmi, mbushi dhomën. Nuk ishte më përçmim. Ishte respekt. Dhe diçka tjetër, një kureshtje ndërsjellë. Elira, tha ai papritur. Ajo ngriti syt. Po, nëse do të vazhdosh me arrogancë, do ta bllokoj projektin. Kam fuqinë ta bëj. Zëri i tij ishte i qetë, por i palëkundur. Por nëse do të punosh me ne, mund ta bëjmë këtë vend model për gjithë vendin. Ajo e pa gjatë. Për herë të parë, nuk pa një djalë fshati, pa një burr inteligjent, strateg, me vizion. Dhe ndjeu një sfidë që nuk ishte të bënte me para apo pushtet. Ishte personale. Mirë, tha ajo më në fund. Le ta bëjmë bashk. Ai e studioi për disa sekonda, si të përpiqej të lexonte nëse ajo ishte e sinqertë. Do ta shohim, tha ai. Ndërsa Elira po dilte nga ndërtesa, dielli i pasdites ndriçonte fushat me një dritë të artë. Gjithçka duke njësoj si më parë, por për të, asgjë nuk ishte më e njëjtë. Ajo kishte ardhur në fshat duke menduar se ishte më e zgjuara në dhomë. Dhe sapo kishte zbuluar se njeriu që kishte nënvlerësuar më shumë, ishte ai që mbante të gjitha letrat në dorë. Por ardhi kishte edhe një sekret tjetër. Një sekret që nuk ishte të bënte vetëm me para. Dhe kur Elira ta zbulonte, do të kuptonte se loja ishte shumë më e thellë se sa biznesi. Sekreti që nuk ishte të bënte me para. Natën Elira nuk flinte dot. Tavani i dhomës së vjetër duke më i ulët se zakonisht, ndërsa mendimet i silleshin rreth atij momenti në laboratorin e fshehtë. Ardi Dervishi, fermeri i heshtur, ishte diplomuar në ETA, investitor anonim, zotërues i tokave përreth, dhe mbi të gjitha, shumë më i zgjuar se sa ajo kishte imagjinuar. Por diçka në sytë e tij e shqetësonte. Ai nuk ishte thjesht një njeri që donte sukses. Ai dukej si dikush që mbante një bar. Të nesërmen Elira u kthye në fermë, këtë herë pa taka, pa syze dielli, pa arrogancë. Kishte veshur gjinse të thjeshta dhe një bluzë pa mbuku. Nuk e dinte pse, por ndjeu nevojën të dukej reale. Ardi ishte në fush, duke kontrolluar një sistem të ri ujitjeje që lëvizte me sensor. Mirëmëngjes, tha ajo. Ai ngriti syt. Një surprizë e lehtë kaloi në fytyrën e tij. Mirëmëngjes. Dua të flasim. Ai fiku panelin e kontrollit. Për biznesin. Jo. Heshtje e shkurtër. Për ty. Ata ulën nën hijen e një are të vjetër. Era lëkunte lehtë gjethet dhe sillte aromën e tokës së lagur. Pse u ktheve këtu? Pyeti Elira. Me gjithë ato para, mund të jetoje kudo. Ardi e pa horizontin për disa sekonda. Sepse këtu filloi gjithçka. Çfarë do të thotë kjo? Ai mori frym thellë.
Kur isha 12 vjeç, banka donte t'ja merrte tokën gjyshit tim. Borxhe të vjetra, interesa të padrejta. Ai nuk dinte të lexonte mirë kontratat. U mashtrua. Elira ndjeu një shtrëngim në kraharor. Çfarë ndodhi? Unë i lexova dokumentet. E kuptova që ishte një klauzole e fshehur. Fillova të studioj. Fillimisht për ta shpëtuar fermën, pastaj për të kuptuar sistemin. Ai buzëqeshi lehtë, por ishte një buzëqeshje e hidhur. E kuptova që fuqia nuk është e toka, është e informacioni. Elira e dëgjonte pa e ndërprer. Algoritmi që ndërtova në universitet, vazhdoi ai, nuk ishte vetëm për prodhim bujqësor. Ishte për të parashikuar lëvizjet e tregut, për të identifikuar manipulimet financiare. Sytë e saj u hapën. Ti po lufton sistemin. Jo, po e përdor kundër vetes së tij. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Pra nuk je vetëm investitor, tha ajo ngadalë. Jo, ai e pa drejt. Jam duke ndërtuar një rrjet fermerësh të pavarur. Tokat nuk do të jenë më pengi bankave. Po krijojmë një fond të përbashkët. Një sistem ku fshatarët janë aksioner, jo viktima. Elira ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh. Respekt të thellë. Babai im është investitor tradicional, tha ajo me kujdes. Ai mendon në terma fitimi. E di. Si e di? Ardi buzëqeshi lehtë. Kam studiuar kompaninë e tij para se të vinte këtu. Ajo qeshi me nervozizëm. Pra unë isha pjesë e analizës. Po. Dhe çfarë përfundove? Ai e pa gjatë, që je më e zgjuar se sa mendon. Ajo u skuq lehtë. Por shtoi ajo. Por je rritur duke besuar se paraja është matësi i vlerës. Fjalët e tij nuk ishin akuzë. Ishin pasqyrë. Dhe sekreti tjetër, pyeti ajo pas pak. Ai hezitoi për herë të parë. Nuk ka të bëjë me biznesin. Me çfarë atëherë? Ai u ngrit dhe i bëri shenjë ta ndiqte. E çoi drejt një ndërtese të vogël pas shtëpisë kryesore. Nuk ishte laboratori. Ishte diçka më e thjeshtë. Brenda ishin disa fëmijë të ulur përpara kompjuterëve. Në mur kishte tabela me kod, harta, libra shkencor. Çfarë është kjo? Pëshpëriti Elira. Shkollë. Shkollë. Pasdite. Falas. Një vajzë e vogël ngriti dorën. Ardi, programi im nuk funksionon. Ai buzëqeshi. E rregullojmë bashk. Elira e pa me sytë që i shkëlqenin. Ti po u mëson kodim. Po. Dhe financë bazë. Dhe si të lexojnë kontrata. Ajo ndjeu një emocion të fortë. Ti po krijon gjeneratën që nuk do mashtrohet më. Ai e pa drejt. Ky është sekreti im. Elira qëndroi në prag, duke parë fëmijë që qeshnin ndërsa mësonin. Ajo kujtoi shkollat private ku kishte studiuar, auditorët luksoz, librat e shtrenjtë. Këta fëmijë kishin vetëm disa kompjuter dhe një mësues me çizme të baltosura, por kishin diçka më të madhe. Vizion. Kur dolën jashtë, dielli po perëndonte. Elira, tha i but, nëse projekti juaj do të funksionojë këtu, duhet të përfshijë edhe këtë. Shkollën. Po. Dhe fondin. Dhe fermerët. Ajo e pa me vendosmëri. Do ta bind babain tim. Ai ngriti vetullën. Nuk do të jetë e lehtë. E di. Ajo bëri një hap më afër, por për herë të parë dua të ndërtoj diçka që ka kuptim. Jo vetëm fitim. Në atë moment mes tyre kaloi një energji e re. Jo vetëm respekt. Jo vetëm partneritet. Diçka më personale. Por asnjëri nuk e tha me zë, sepse ndërkohë dikush tjetër po vëzhgonte. Një makinë e zezë ndaloi në hyrje të fshatit atë mbrëmje, dhe personi brenda saj nuk kishte ardhur për partneritet. Ai kishte ardhur për ta ndalur Ardin. Loja e rrezikshme. Makina e zezë qëndroi e fikur për disa minuta në hyrje të fshatit. Xhamat e errët nuk lejonin askën të shihte brenda. Por brenda saj ndodhej një burr që e njihte shumë mirë emrin Ardi Dervishi. Quhej Leonard Costa. Dhe ai nuk ishte thjesht biznesmen. Ishte përfaqësues i një fondi investimi ndërkombëtar që kishte humbur miliona për shkak të algoritmit të Ardit vite më parë. Ndërkohë në ferm, Ardi po mbyllte laboratorin. Ai ndjeu një shqetësim të lehtë, një instinkt që nuk e kishte tradhtuar kurrë. Elira po largohej drejt shtëpisë kur pa makinën e zezë që po hynte ngadalë në rrugicën kryesore. Po prisni dik, pyeti ajo. Ardi e pa makinën dhe sytë ju errësuan lehtë. Jo. Makina ndaloi përpara portës së fermës. Dera u hap ngadalë.
Një burr rreth të 50-tave, me kostum të errët dhe fytyrë të ftohtë, doli jashtë. Ardi Dervishi, tha ai me një buzëqeshje formale. Më në fund, Elira ndjeu tensionin në ajër. Ju njiheni, pyeti ajo me zë të ulët. Po, tha Ardi qetë. Shumë mirë. Leonard hodhi sytë rreth e rrotull, si të vlerësonte pronën. Duhet ta pranoj, tha ai, ja aktor i shkëlqyer. Fermeri thjesht gjatë ditës, strateg financiar natën. Ardi nuk reagoi. Çfarë doni, pyeti ai drejt. Leonard buzëqeshi. Partneritet. Elira ngriti vetullat. Ajo e kishte dëgjuar këtë fjalë më parë. Fondet tona janë të interesuara për këtë zonë, vazhdoi Leonard. Resorti. Tokat. Potenciali energjetik. Mund të trefishojmë vlerën brenda 2 vitesh. Dhe fermerët, pyeti Ardi. Leonard ngriti supet. Do të kompensohen. Me sa? Sa të jetë e nevojshme për të firmosur. Heshtje. Ardi e pa drejt në sy. Jo. Fjala ra sigur. Leonard buzëqeshi, por sytë e tij u ftohen. Mos u nxito. Mund të ofrojmë diçka që nuk e ke pasur kurrë. Ardi nuk lëvizi. Liri financiare. Elira pothuajse qeshi. Ai është milioner, tha ajo. Leonard e pa për herë të parë. Pra e di. Ardi hodhi një hap përpara. Oferta juaj është refuzuar. Leonard uli zërin. Ti mendon se kjo është vetëm përpara. Ardi, algoritmi yt i ka kushtuar fondit ton qindra milion. Ne nuk harrojmë. Ajri u rëndua. Elira ndjeu frikë për herë të parë. Po më kërcënoni, pyeti Ardi me qetësi të frikshme. Leonard buzëqeshi. Po të paralajmëroj. Nëse nuk bashkëpunon, projekti yt do të dështojë. Bankat do të rishikojnë kredit. Investitorët do të tërhiqen. Dhe fshati yt do të mbetet me ëndra. Ai u kthye drejt makinës. Ke 72 orë për të menduar. Makina u largua, duke lënë pas një heshtje të rëndë. Elira u kthye nga Ardi. Çfarë ishte kjo? E kaluara ime, tha ai. Sa i rrezikshëm është. Shumë. Ajo e pa me shqetësim. Çfarë do të bësh? Ai qëndroi disa sekonda pa folur. Do të përshpejtoj planin. Çfarë plani? Sytë e tij morën një shkëlqim të vendosur. Do ta bëj projektin publik. Do të përfshi median. Do ta bëj transparencën buroj. Elira mendoi për baban e saj. Ai do përpiqet të blej aksionerët. E di. Dhe nëse ja del, Ardi e pa drejt, atëherë do të përdor versionin e dytë të algoritmit. Ajo ngriti vetullat. Versioni i dytë. Ai buzëqeshi lehtë. Ky nuk është vetëm sistem parashikimi. Është sistem zbulimi manipulimesh në kohë reale. Elira ndjeu një përzierje frike dhe admirimi. Ti po hyn në luftë. Jo, tha ai qetë. Jam tashmë në atë natë në laborator, ekranet u mbushën me të dhëna. Grafiqe që lëviznin, alarme që ndiznin. Ardi punonte me përqendrim të plot. Elira qëndronte pranë tij. Pse po më përfshin, pyeti ajo. Sepse duhet të zgjedhësh anën tënde. Ajo heshti. Babai yt mund të jetë në presion, shtoi ai. Ajo e dinte që ishte e vërtet. Telefonin e saj e ndërpreu një mesazh. Babai, duhet të flasim urgjent. Mos merr vendime pa mua. Ajo mbylli syt për një moment. Pastaj ngriti kokën. Jam me ty, tha ajo. Ardi e pa, duke kërkuar dyshim. Nuk gjeti. Papritur, një alarm i kuq u ndez në ekran. Çfarë është kjo? Pyeti ajo. Ardi u afrua. Transaksione të dyshimta. Dikush po përpiqet të blejë tokat përmes ndërmjetësve. Leonard. Po. Ai filloi të shkruante me shpejtësi. Po i bllokon. Po i ekspozoi. Në ekran u shfaqën lidhje financiare, kompani Guack, rrjedha parash. Elira e pa e mahnitur. Ti po i zhvesh para gjithë tregut. Transparenca, tha ai, është arma më e fortë. Në të njëjtën kohë, telefoni i Leonardit ra në makinën e tij. Çfarë do të thotë kjo? Bërtiti ai. Si u publikuan këto të dhëna? Në ekranin e tij, mediat financiare po shpërndanin raportin anonim që zbulonte manipulimet e fondit. Emri i Ardit nuk përmendej, por firma digjitale ishte e qartë për ata që dinin ta lexonin. Leonard kuptoi. Ardi nuk ishte thjesht një gjeni, ishte një hap përpara. Në laborator tensioni u ul paksa. E ndale, pyeti Elira. Për momentin,
Ajo e pa me një buzëqeshje të lehtë. Ti nuk je vetëm milioner sekret. Ai ngriti vetullën. Çfarë jam? Rebel me kod. Ai qeshi për herë të parë me zë, por në sytë e tij kishte ende kujdes. Loja sapo ka filluar, tha ai. Dhe diku larg, Leonard po përgatitej për një lëvizje që nuk do të ishte më financiare. Do të ishte personale. Lëvizja personale. Mëngjesi erdhi i qetë, pothuajse i dyshimt në heshtjen e tij. Pas publikimit të raportit financiar, mediat online po zienin. Titujt flisnin për manipulime tregu, kompani guack dhe fonde të dyshimta. Emri Leonard Kostës nuk ishte përmendur drejt për drejt. Por çdo investitor serioz e dinte se kush qëndronte pas atij rjeti. Në ferm, Ardi po kontrollonte sistemet e sigurisë në laborator. Ekranet tregonin rrjedhë normale. Por ai e dinte një gjë. Njerëz si Leonard nuk ndaleshin me turp publik. Ata hakmerreshin. Elira mbërriti më herët se zakonisht. Babai im po merr telefonata nga investitor të nervozuar. Tha ajo sa po hyri brenda. Disa po tërhiqen nga fondi i Leonardit. Ardi nuk ngriti syt nga ekrani. Mirë, ajo u habit. Ai do të jetë i tërbuar. Është më i rrezikshëm kur është i qetë. Ajo ndjeu një të ftohtë në stomak. Ti mendon se do të sulmoj përsëri? Ardi u kthye nga ajo. Jo financiarisht. Heshtje. Çfarë do të thotë kjo? Zëri i saj u ul. Ai nuk pati kohë të përgjigjej. Një dritare e sistemit u ndez në ekran. Alarm akses i pa autorizuar. Çfarë po ndodh? Pyeti Elira. Ardi shtypi disa komanda me shpejtësi. Dikush po përpiqet të hyjë në serverët e shkollës. Sistemi yt. Jo. Fëmijët. Sytë e tij ndryshuan. Kjo nuk ishte më biznes. Në ekran u shfaq një P e maskuar, por Ardi filloi ta gjurmonte. Po përpiqen të fshin databazën. Projektet, materialet, të gjitha. Elira ndjeu zemrën t'i rrihte fort. Pse shkollën? Sepse e din që është pika ime e dobët. Ai punonte me një përqendrim të frikshëm. Po i ndalon, po i kthej. Në ekran linjat e kodit lëviznin si një duel i heshtur. Papritur, sistemi u errësua për një sekond. Elira mbajti frymën. Pastaj ekranet u rikthyen. E bllokova, tha Ardi qetë. Ka mbaruar. Ai pa adresën e gjurmuar. Jo. Ai zmadhon hartën digjitale. Lokacioni, një zyrë në Tiranë. Pronar indirekt. Kompani e lidhur me fondin e Leonardit. Elira mbylli syt për një moment. Ky është sulmi drejt për drejt. Po. Çfarë do të bësh? Ardi heshti për disa sekonda. Pastaj buzëqeshi lehtë. Tani do ta bëj personale edhe unë. Atë pasdite, një tjetër raport u publikua këtë herë jo anonim. Në konferencë online, për herë të parë, Ardi doli publikisht. Jo me çizme të baltosura, por me kostum të thjeshtë, sy të qetë dhe zë të vendosur. Jam Ardi Dervishi, tha i para kamerave. Fermer dhe zhvillues teknologjie. Media shpërtheu. Ai prezantoi provat e sulmit kibernetik, lidhjet financiare, tentativën për të sabotuar një shkollë falas për fëmijë. Kur biznesi prek fëmijët, tha ai, nuk është më konkurrencë, është frikë. Emri Leonardit këtë herë nuk u la në hije. Në zyrën e tij, Leonard shikonte ekranin me nofullat e shtrënguara. Ai po më sfidon publikisht, tha me zë të ulët. Një nga bashkëpunëtorët e tij pëshpëriti. Investitorët po largohen. Leonard heshti gjatë. Pastaj buzëqeshi ftohtë. Lufta e tij është morale. E imja është ligjore. 2 ditë më vonë, një lajm tjetër tronditi fshatin. Një padi u ngrit kundër Ardit për shpifje dhe manipulim tregu. Elira hyri me nxitim në laborator me dokumentet në dorë. Po përpiqet të bllokojë në gjykat. Ardi i mori letrat dhe i lexoi me qetësi. E prisja. Je i shqetësuar. Ai ngriti syt. Jo. Pse? Sepse në atë moment telefoni i tij ra. Një mesazh nga një numër ndërkombëtar. Fondi Evropian për Inovacion Rural konfirmon mbështetje të plot për projektin tuaj. Elira e pa e habitur. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që nuk jam vetëm. Ai u kthye drejt saj. Dhe as fshati. Të nesërmen investitor të rinj mbërritën. Media kombëtare erdhi për të filmuar shkollën. Projekti i resortit u rikonceptua si model zhvillimi i qëndrueshëm. Fermerët firmosën si aksioner. Leonard e kuptoi se kishte humbur terren.
Por ai nuk e kishte kuptuar një gjë. Ardi nuk luftonte për para. Ai luftonte për dinjitet. Në një mbrëmje të qetë, nën të njëjtën arë ku kishin folur për herë të parë seriozisht, Elira u ul pranë tij. E fitove, tha ajo but. Ardi buzëqeshi. Nuk ishte për të fituar. Për çfarë ishte? Ai e pa drejt. Për të mos humbur atë që ka vlerë. Heshtje e ngrohtë. Elira. Po. Kur erdhe këtu, mendove se isha analfabet. Ajo qeshi lehtë e turpëruar. Po. Dhe tani. Ajo e pa gjatë. Tani mendoj se je njeriu më i zgjuar që kam takuar. Por jo për shkak të parave. Po për çfarë? Sepse zgjodhe të mbetesh këtu. Sytë e tyre u takuan. Nuk kishte më paragjykim. Nuk kishte më luftë. Vetëm dy njerëz që kishin zgjedhur të ndërtonin diçka më të madhe se vetja. Dhe këtë herë sekreti i Ardit nuk ishte më i fshehtë, por ndikimi i tij sapo kishte filluar.